gjë. Ligjëruesi në John Hopkins flet pashtu se çfarë çësje duhet të ketë qeveria e re e Kosovës, kjo e 11 shkurtit që është votuar si vjet, pra kurti 3, me raport me administratën amerikane, pra Trump dyshi, dhe pashtu flet edhe për deklaratat tashmë të famshme dhe të njohura në gjithë botën të presidentit Trump, i cili thotë se në mandatin e tij të dytë ka përfunduar 8 luftra, në mesin e tyre është edhe ajo mes Republikës së Kosovës dhe shtetit të saj fqenje, pra Serbisë. Prime Minister Kurti's dramatic victory in December. Pas një fitoreje kaq të madhe të kryeministrit Kurti në zgjedhjet e dhjetorit, qeveria e Kosovës e udhëhequr në këtë rast nga kryeministri Kurti duhet të ndryshojë qasjen e dialog. Është koha që Kosova të marrë përgjegjësitë e veta dhe të ketë një qendrim proaktiv në raport me serbët që jetojnë në Republikën e Kosovës. Kjo nevojitet, jo ligje e rregulla apo hapa të tillë që krijojnë frikë e ankth tek qytetarët. Andaj kjo është mundësi shumë e mirë që qeveria e Kosovës, që dëshiron të jetë pjesë e NATO-s dhe përfaqësoj vlerat demokratike, mundësi e përsosur që kryeministri Kurti ta shfaqë këtë dhe të ndërmarrë iniciativa të reja në raport me komunitetin serb dhe që qeveria të njësi qytetarë me të drejtat e plota, kjo edhe përmes programeve informuese. Aja përmendi ndaljen e luftës mes Kosovës dhe Serbisë, edhe në adresimin e tij për gjendjen e kombit, që është fjalimi më i madh, pra jo fjalim në zyren ovale apo në samitin e NATO-s, por tek e përsëriti këtë fakt në Kongres dhe para gjithë qytetarëve amerikan, e bën të qartë se Kosova dhe Serbia janë në mendjen dhe radarin e presidentit Trump. Përndryshe deklaratën e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili